SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasin Margila i akuzuar për njësër veprash penale të rënda përfshirë kultivimin e drogës, drejtimin e një grupi të strukturuar kriminal dhe mbajtjen pa leje të armëve. Në njoftimin për shtyp, prokuria posaçme ka bërë me dije se ka dërguar për gjykim pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë procedimin penal të vitit 2025 në ngarkim të shtetasit Margilaj, i akuzuar për kultivim të bimëve narkotike kryer në bashkëpunim në formë të grupit të strukturuar kriminal, kryen e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar. Grupi strukturuar kriminal kryen në formën e drejtimit, parashikuar nga neni 333 fraksionari i kodit penal. Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, si dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe atyre sportive. Nga tërësia e hetimeve të kryera ka rezultuar e provuar se në datën 25/7/2024, pas kontrollit të policisë gjyqësore të Komisariatit të Policisë së Malësisë së Madhe, pranë fshatit Selsë, një sipërfaqe Tokë Lival, është gjetur sasia prej 11.358 bimësh narkotike kanabis sativa. Bimët me lartësi 40 deri në 100 cm kanë qenë të mbjella në 3 parcela pranë njëra tjetrës në një sipërfaqe prej afro 7.000 metra shkatror. Policia gjyqësore ka arrestuar në flagrancë të pandehurin Gilaj. Nga kontrolli u shtruar një kasollë të improvizuar. Nga ky shtetas dhe bashkëpunëtorët e tij janë sekuestruar një pushk model 56, një armë gjahu me mbishkrimin Salzimaz, si dhe disa fishek luftarak. Lidhur me këtë procedim penal janë kryer njësër veprime shëtimore dhe nga analiza provave të administruara ka rezultuar e provuar se i pandehuri Gilaj ka ushtruar veprimtarinë e kultivimit të bimëve narkotike pa leje dhe autorizim sipas ligjit, si dhe ka mbajtur pa leje armë zjarri dhe armë gjuetie, duke i konsumuar këto element të veprës penale. Ky i pandehur, thot SPAK, ka patur rolin e drejtuesit dhe financuesit në këtë veprimtari të paligjshme, të cilën e ka konsumuar në bashkëpunim me disa persona të tjerë. Me qëllim identifikimin e bashkëpunëtorëve, është proceduar me ndarjen e akteve të procedimit, bën me dije SPAK në njoftimin për shtyp.